Pas një sezoni shumë pozitiv në krye të Vllaznia B, trajneri Briken Obizi do të largohet nga kjo skuadër për të nisur një tjetër sfidë brenda familjes kuqe-blu. Tekniku shkodran, i cili drejtoi ekipin drejt titullit kampion në kategorinë e tretë dhe siguroi ngjitje në kategorinë e dytë, sezonin e ardhshëm do të jetë në drejtimin e ekipit Vllaznia U19. Bizi ishte emëruar që në krye të Vllaznia B që në momentin e rikrijimit të kësaj skuadre nga klubi shkodran dhe arriti të ndërtojë një grup konkurrues, duke mbyllur sezonin me sukses maksimal. Kulmi erdhi me triumfin në finalen e kategorisë së tretë ndaj Alpetrolit, fitore që vullosi shpalljen kampion të kuqebluve dhe ngjitjen një kategori më lart. Kalimi i tij tek Vllaznia U19 shihet si një tjetër hap i rëndësishëm në projektin e Akademisë Vllaznia, aty ku synohet të punohet më fort me talentet e rinj dhe përgatitjen e tyre për ekipin e parë. Përvoja e Bizit me grup moshat dhe njohja e mirë e futbollit shkodran pritet të jenë me një plus për ekipin U19 në sezonin e ri. Ndërkohë, pas largimit të tij nga Vllaznia B, pritet që drejtuesit e klubit të vendosin shumë shpejt edhe për emrin e trajnerit të ri, që do të marrë drejtimin e ekipit në kategorinë e dytë.